Përshëndetje miq, sot ndodhemi në fshatin Brekie. Jemi në stanet e fshatit Brekie dhe siç e shikoni stanet kanë një ndërtim shumë të veçantë, janë të ndërtuara nga guri dhe nga theka. Për më tepër në lidhje me këto stane dhe bjesht e fshatit Brekie, mund të flasi dy fjalë shoku, miku i më i vjetër dhe njohësi më i mirë i bjeshkëve, në syrin tim kuptohet, Bujar Islamaj nga Brekia e Kukësit. Faleminderit Fation Sinani që na bashkohesh për këtë aventurë shumë të bukur, edhe pse kohën siç e dim e pam që do ishte mjegull dhe me rreshe bore, por nuk ndaluam të eksplorojmë. Sot ne kemi ndaluar në stanet e Brekinjes, domethënë që ndahen me fise, nuk janë vetëm këto stanet e Brekinjes, por janë ndër to që janë ndarë me fise. Sot, siç e shihni, këto janë stane shumë të bukura që ruajnë karakteristikën e zonës me gur dhe thekër. Si duket pamja? Pamja është e mrekullueshme. Mund të na thuash Bujar, këtu vetëm verojnë, besoj, gjatë dimrit është e pamundur që këtu të jetojnë njerëz dhe bagti, ë? Normalisht verojnë sepse nga fshati të vije gjithmonë në bjeshk nuk është shumë larg. Dhe këto vjen sezonin veror kur dalin domethënë dele, domethënë blegtoria që janë në bjeshk dhe këtu po shumë saktë. Edhe dhi. Po më shumë dele dhe me lop. Edhe diçka Bujar, në çfarë lartësie mund të jemi këtu? Këtu jemi në lartësinë mund të themi 1500 metra, besoj 1500 metra. Nuk e di saktë për 1500 metra, sepse në moment kur do dalim tek stanet tjera të Krujt Kuq, që janë rreth malit Gjallica, aty shkojnë 1700 metra. 1700 metra. Pra siç e tha dhe Bujari, ne do bëjmë një tentativë me ndihmën e Zotit. Nuk e dim, ne do dalim deri diku afër majës së Gjallicës. Do kalojmë Krojën e Kuq, do bëjmë një tentativë, nuk e besoj të ngjisim majën, po diku afër majës së Gjallicës. E vetmja që na trem pak është mjegulla. Gjë tjetër ta shohim. Bujar, shumë faleminderit dhe uroj që bashkë të takojmë në aventura tjera jo vetëm në zonën e Kukësit. Nisemi. Vazhdojmë.